Në prill të vitit 2025, Shqipëria hapi klastrin e dytë të negociatave me Bashkimin Evropian. Ky klastër nuk flet për politikën, nuk flet për zgjedhje dhe nuk flet për drejtësinë. Ai flet për ekonominë dhe për pyetjen më të rëndësishme ekonomike të procesit të integrimit. A mund të funksionojë Shqipëria brenda tregut më të madh të integruar në botë? Tregu i brendshëm evropian mbështetet mbi 4 liri themelore: lëvizjen e lirë të mallrave, lëvizjen e lirë të punëtorëve, lëvizjen e lirë të shërbimeve dhe lëvizjen e lirë të kapitalit. Për Shqipërinë, kjo do të thotë diçka konkrete. Një kompani shqiptare mund të shes produktet e saj në të gjithë Bashkimin Evropian. Një profesionist shqiptar mund të ofrojë shërbime në një treg shumë më të madh. Një investitor evropian mund të investojë më lehtë në Shqipëri. Por për të hyrë në këtë treg ekziston një kusht: të luash sipas të njëjtave rregulla. Dhe pikërisht këtu fillojnë problemet. Në pothuajse çdo kapitull të klastrit të dytë, vlerësimi i Bashkimit Evropian është i njëjtë, pjesërisht e përafruar, jo i papërgatitur, por as gati. Problemi kryesor nuk është mungesa e ligjeve, problemi është kapaciteti për t'i zbatuar ato. Për shembull, Shqipëria ka nivel të lartë për afrimin në standardizim dhe akreditim, por mbikëqyrja e tregut të mbetet e kufizuar. Institucionet ende nuk kanë kapacitet që të kontrollojnë nëse të gjitha produktet që qarkullojnë në treg respektojnë standardet evropiane. Në fushën e konkurrencës, institucionet ekzistojnë, por Bashkimi Evropian kërkon zbatim më të fortë kundër praktikave antikonkurruese dhe kontroll më të madh mbi ndihmën shtetërore. Në sektorin financiar, rregullatorët ekzistojnë, por sistemi ende nuk është plotësisht i harmonizuar me standardet evropiane për bankat, sigurimet dhe tregjet financiare. Një nga kapitujt më interesant është ai i kapitalit. Shqipëria ka hyrë në SEPA dhe ka përmirësuar rregullat kundër pastrimit të parave, por Bashkimi Evropian kërkon më shumë transparencë, më shumë mbikëqyrje dhe më shumë kapacitet për të luftuar krimin financiar, sepse në tregun evropian lëvizja e lirë e kapitalit nuk mund të funksionojë pa besim. Kur Shqipëria hapi klastrin e dytë në prill të vitit 2025, ajo nuk hapi thjesht një grup kapitujsh teknik, ajo hapi negociatat për mënyrën se si do funksionojë ekonomia shqiptare në të ardhmen. Mesazhi i Bashkimit Evropian është relativisht pozitiv, por në pothuajse çdo kapitull, sfida mbetet e njëjtë, jo të miratohen më shumë rregulla, por të provohet se ato funksionojnë.